Më 17 janar të vitit 1941 ka ardhur në jetë aktori i njohur korçar Jani Riza. Ai lindi në fshatin bulgarec të Korçës dhe ka përfunduar Akademinë e Arteve në Degën Dram. Menjëherë pas përfundimit të studimeve, ka filluar punë si aktor pranë teatrit Andon Zakoçajupi në Korçë, ku ka punuar deri në ditën e fundit të jetës së tij. Më 24 tetor 1988, Jani Riza ka qenë një ndër aktorët më të talentuar të brezit të tij dhe ka luajtur një sër rolesh dramatike në teatrin Andon Zakoçajupi në Korçë. Shumë i njohur është edhe si aktor filmash, duke filluar që me pjesëmarrjen me rolin e Dalipit në një prej filmave të parë shqiptar, vitet e para me 1965, e duke vijuar me rolin e shokut të Agronit te Rrethimi i vogël me 1986, 3 ditë nga një jetë në 1986, ku ka luajtur Isak Shpuzën. Në filmin Asgjë nuk harohet me 1985 ka luajtur Lame Kurizin. Në filmin I treti në 1978 ka luajtur Dalip Mullixhiun. Në filmin Ata ishin 4 në 1977 ka luajtur Mete Jazo. I njohur është edhe roli Xhezos në filmin Përballimi në 1976. E më tej ka luajtur edhe te Yjet e netëve të gjata në 1972, në Mëngjese lufte 1971, si dhe tek I teti në bronz. Veç këtyre, një mbres të pashlyeshme tek spektatorët ka lënë roli Bunat Salit te filmi televiziv Agimet e Stinës së Madhe. Për meritat e tij artistike, Jani Riza është nderuar me titullin Artist I merituar, ndërsa Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Korçës ka akorduar edhe një çmim me emrin Jani Riza.